Kosovë, spitalet e shtetit nuk janë asgjë më shumë, veç një vend takim në mes të doktorve dhe pacientve. Ndodhet për qyne doktorve që punojnë në spitalet të shtetit, i kanë ordinancat e tyre privatat, Para dite, pacientët shkojnë në spital të shtetit që të kërkojnë shërim. Doktorët i japin një udhëzim dhe i referojnë në ordinancat e tyre pas dite në takim. Doktorët nuk e kanë këtë punë, por e kanë biznes. Ju jeni shumica, ju jeni ata që keni ble diplomat, ju jeni ata që bëni këso marrëzira. Ky është krim, ky është korupcion, ku është shteti, pse i kanë mbyllë syt, është qëru, nuk po sheh. Pacientët në Kosovë shkojnë në spital të shtetit që të kërkojnë shërim. Doktorët i japin adresën e ordinancës së tyre privat dhe i ftojnë në takim. Zoti ju vraft dhe ju dënoft ato para që i merrni nga pacientët, frymën i anzoft. Pacientët vinë nga halli që të kërkojnë shërim. Doktorve ju interesojnë parat, për pacientët nuk i janin hiq marre ju qoft.